Paketa e ri sociale për vitin 2026 parashikon 14 shërbime të reja që synojnë mbështetjen e grupeve më të pambrojtura të qytetarëve. Përmes këtij fondi do të ndihmojnë fëmijët dhe të rriturit me aftësi ndryshe, të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe fëmijët pa kujdes prindëror. Kryeministri Edi Rama vuri theksin tek rritja e buxhetit për këtë sektor, i cili është 18% më i lartë se sa vitin e kaluar. Që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pikash shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Buxheti është gjithmonë më domethënës sigurisht. Është rritur, siç e tha ministra, 6 herë nga momenti kur ne kemi nisur këtë përpjekje. Është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thot dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Ne kemi nisur një proces në Tiranë me transformimin e kushteve për jetimoren e famshme, shtëpinë e përkujdesjes për fëmijët Zubera Dhudin në një fshat të përkujdesjes brenda qytetit natyrisht. Dhe me këtë frym është mirë që të shohim me bashkitë edhe të tjera mundësi për të krijuar hapësira komunitare të rëndësishme nga pamja e kushteve dhe cilësisë. Ndërsa nga ana tjetër, Silvio Gonzato, kreu i delegacionit të BE-s në Tiranë, nënvizoi se mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen sociale në Shqipëri është ndër më të lartat në rajon, duke investuar mbi 100 milion euro për projekte që promovojnë gjithëpërfshirjen dhe punësimin social. Gonzato shtoi se këto investime kanë si qëllim të përmirësojnë ndjeshëm kushtet e jetesës dhe sigurinë sociale për qytetarët më të prekur.